Një shtëpi në Bregdet, në malet e larta apo në peizazhe nga më të bukurat, jo vetëm në Shqipëri mbetet ëndër e çdo njërit prej nesh. Por për Gëzim Meshanin, kjo nuk është më ëndër. Kjo është shtëpia e tij e dytë. Shtëpia e cila për pak ditë, ndoshta edhe për pak orë, ka një vend të caktuar, aty ku dëshiron vetë Gëzimi. Brenda kësaj shtëpie nuk mungon asgjë, e ndërsa Gëzimi na tregon plot pasion gjën më të shtrenjtë të tij, ne kuptojmë se Gëzimi, ai, nuk është si gjithë të tjerët. Gëzimi jeton jetën me të papriturat që sjell ajo. Me këtë mënyrë që e kam ndërtuar unë, jeton më i lirë, më i pavarur, domethënë e bëhet si don, jo i varur nga të tjerët, ose i varur nga diçka që është statike. Unë e bëj jetën si du, ku të dua, me gjithë parametrat, se këtu tash po ta ngasësh në aspektin e mënyrës jetesës, tu tash çfarë s'ka. Kryesisht për shembull weekendet e mia janë minimumi 5-6 ditë, e pastaj deri 2 muaj pa ndërprerje. Unë e vë makinën mu buzdetit, sa që dallga po të vije fort, ka përbosht, më mbysi makinën fjalë vija, ose ta dritaren të hudhem nga dritare të hudhem det, në i marë. Unë e vej makinën në vende që 10 metra ke detin, në kohë që asnjë hotel, asnjë shtëpi nuk e ofron një gjë të tillë. Unë kam përbosh çdo gjë e kam bio. Unë andi nga hiki thjesht, kaloj diku, shoh i kopës atje, baçe fjala vjen me domate, me spesa këtu. Unë shkoj i kpus aty. Kjo është e vërtet. I kpus aty, edhe i them disa do kaq. Jeta e Gëzimit i ngjason filmave të bukur që ne kthehemi shpesh për t'i riparë. Një Bregdet tjetër, një cep i pa zbuluar akoma, një maj mali për të kaluar netët e ngrohta verore. Dhe udhëtimi i tij vazhdon.